Ka momente në jetë kur gjykojmë njerëzit nga rrobat që mbajnë, nga toka ku kanë lindur, nga dora e tyre e vrazhd nga puna, e mendojmë se e dim gjithçka për ta vetëm duke i parë një herë. Por jeta ka mënyrën e vet për të na mësuar, shpesh me një mësim që na lë pa fjalë, me zemër në fyt dhe lot në sy. Kjo histori është pikërisht për atë lloj mësimi. Është historia e një djali që nuk kishte asgjë sipas syve të botës dhe kishte gjithçka sipas syve të zemrës. Është historia e një vajze që besonte se e dinte çdo gjë dhe nuk dinte asgjë nga ajo që vërtet kishte rëndësi. Përpara se të nisim, dua të pyes diçka. A ke njohur ndonjëherë dikë që e ke nënvlerësuar dhe më vonë të ka befasuar në mënyrë të jashtëzakonshme? Shkruaj në komente dhe më tregoj historinë tënde, sepse ndoshta historia jote ja vlen po aq sa kjo që po tërfej sot. Tani, ul zërin e botës, mbyll syt për një sekond dhe lejo që kjo histori të marrë me vete. Kishte një fshat në thellësi të maleve shqiptare, ku koha ecste ndryshe. Nuk ecste me orë dhe minuta, nuk ecste me alarma telefonash dhe takime të planifikuara, ecste me hapat e diellit në përqell, me zërin e gjelit në agim, me aromën e bukës së nxehtë që dilte nga furrat e drurit në orën kur mjeglla ende qëndronte mbi lugin si një shall i bardh gjumi. Ky fshat quhej Shelgjet, një emër i thjeshtë, pothuajse i harruar në hartat moderne, por i gjallë si asnjë vend tjetër për ata që e njihnin. Shelgjet ishte i vogël, kishte një 30 shtëpi të shpërndara në përshpate, lidhura me rrugica guri të ngushta, të mbuluara gjysmë me barë të gjelbër me zgurve. Kishte një çezme në qendër të fshatit, një çezme të vjetër prej guri nga e cila rrithte uri gjatë gjithë vitit, i ftohtë si akulli dhe i pastër si kristali. Burrat e pleqt mblidheshin aty në mëngjeset e hershme dhe flisnin me zë të ulët, ndërkohë që gratë kalonin me kovë buke nën sqetull dhe me shami të lidhura rreth kokës. Fëmijët vraponin në rrugica pa u lodhur kurrë dhe qentë e fshatit flinin të shtrirë në diell si njerëz të lodhur nga jeta. Sokoli kishte lindur dhe rritur në këtë fshat. Ishte djali i besnikut dhe i fluturës, dy prindër të thjeshtë, me duar të forta nga puna dhe me zemra të mëdha nga jeta. Babai i tij besniku kishte qenë bari gjatë gjithë jetës, ashtu si babai i tij dhe babai i tij para tij, një zinxhir i gjatë njerëzish që kishin njohur malin, që kishin kuptuar erën, që kishin biseduar me heshtjen e pyllit. Nëna e tij flutura ishte grua e qetë, me sy të ngrohtë kafe dhe me duar që gërshtetonin dheshin në mbrëmje, ndërkohë që buzëqeshte pas një arsye të veçantë, ose ndoshta arsye ishte thjesht jeta, thjesht ekzistenca, thjesht fakti se ishte gjallë dhe kishte një shtëpi dhe 2 duar dhe një fëmijë që e donte. Sokoli ishte 22 vjeç kur kjo histori nisi. Ishte i gjatë, jo shumë, por mjaftueshëm. Kishte shpatulla të gjera nda vitet e bartjes së kelesive dhe ushqimit për delet në përshpate. Kishte duar të vrashta, të plasaritura pak nga të ftohti dhe nga puna, por me gishta të gjatë dhe të hollë, gishta që kur t'i shikoje mirë, nuk i ngjasonin fare dorës një bari. Flokët i kishte të errta, gjysmë kaçurri, gjithmonë paksa të çrregullta nga era e malit. Syt, ata ishin Chelsea. Syt e tij ishin të thellë, të qetë, me ngjyrë të errët si liçeni i fshatit në Muzgë, dhe kishin diçka brenda tyre që nuk e shohë shpesh në njerëzit e rinj. Një lloj qetësie që nuk ishte indiferente, por e maturuar. Ishte lloj qetësie dikujt që ka menduar shumë, ka ndjesh shumë, ka pyetur shumë dhe ka gjetur gëzim në pyetjet vet, jo vetëm në përgjigje. Çdo mëngjes, Sokoli ngrihej para diellit, ngrihej në atë errësirë të butë para agimit kur yjet janë të shtëdukshëm dhe qielli është i kaltër i thellë, jo të bla, por i kaltër, si ngjyra e ujit shumë thellë. Vishej shpejt, pinte glënqinkën e kafes që nëna ja kishte lënë gati nga nata, merrte shtëpinjt dhe dilte me ul. Delet e prisnin tashmë, 16 dele të bardha dhe 3 të zeza, si piklla akulli në errësirën e agimit. Ai nxorte ato nga stallo me një zë të qetë, pothuajse një zë fëminor, dhe ato ecnin pas tij me besim të plot, si dikush që e don njerëzin që do shumë. Rruga drejt kullosave kalonte nëpër mal, kalonte nëpër pyjet ahuqi ku dritat e agimit filtronin me zgjetheve dhe binin mbi tokë si monedha ar, kalonte nëpër shkëmbinj të mëdhenj guri ku Sokoli njihte çdo plasaritje dhe çdo shenjë, kalonte nëpër pruej të vegjël të ujit. Aftësia për t'i dhënë dikujt ndihmë kur i duhet më shumë. Dhe kjo ëndër, e hollë si fia e mëndafshit, por e fortë si hekuri, e mbante lart çdo ditë. Mëzdita e gjente zakonisht nën hijen e një ahu të madh në maj të kodrës. Delet kullosnin rreth tij, ai ulej me shpinë mbështetur te guri dhe hapte librin. Lexonte me koncentrim të plot, laps në dorë, duke nënvizuar dhe duke shënuar.
Kur haste diçka që nuk e kuptonte, e shkruante në një fletore të veçantë dhe kur shkonte në fshat fqinj, e pyeste mësuesin agimin ose kërkonte libra shtesë. Kishte lexuar libra bazë anatomieje, fiziologjie, libra për ndihmën e parë, libra për ilaçet bimore dhe e kishte memorizuar shumicën, jo si gëdh, por me kuptim të thellë, me lidhje, me arsyetim. Fshatarët e shelgjeve e respektonin Sokolin, jo se e kuptonin plotësisht, por se ndjeheshin mirë rreth tij. Kur dikush kishte problem shëndetësor dhe nuk kishte mundësi të shkonte te mjeku, shpesh vinin te Sokoli. Ai nuk luante doktor, ishte i kujdesshëm. Gjithmonë thoshte, kjo është mendimi im bazuar në atë që kam lexuar, shko te mjeku poste. Por ndihmesa e tij shumicën e herëve kishte qenë saktë dhe e dobishme. Kishte ndihmuar një fqinj me një plagë të keqe, duke e pastruar siç duhet dhe duke e fashuar sakt. Kishte njohur simptomat e diabetit të nëna e tij dhe kishte dërguar te mjeku me kohë para se të agravohet. Kishte njohur shenjat e dehidratimit tek një fëmijë dhe kishte treguar si të vepronin. Por askush jashtë fshatit nuk e dinte këtë. Për botën jashtë, për qytetet, për njerëzit me telefona inteligjent dhe me rrugë të asfaltuara dhe me kafene ku pinin kafe nga Etiopia, Sokoli ishte thjesht bari i një fshati të vogël, i parëndësishëm, i padupshëm. Derisa jeta, e paparashikueshme dhe drejt në mënyrën e vet mistike, solli diçka që do ta ndryshonte gjithçka. Ishte fillimi i verës, kur makina e zezë dhe ndritshme hyri në rrugën e ngushtë të fshatit. Makina ishte e re dhe e pastër, aq e pastër sa dukej pothuajse e sëmurë në mes të pluhurit të rrugës toksore të shelqeve. Fëmijët e fshatit u mblodhen menjëherë rreth saj si mizat rreth mjaltit, duke vëzhguar me sy të hapur gjerë dhe me gishta të zgjeruar. Burrat e pleqt ngritën syt nga dominet e tyre dhe vëzhguan me atë qetësi karakteristike të njerëzve që kanë parë gjithçka. Nga makina dolën 4 persona. Burri, i gjatë, me rroba të rregulluara, me flok argjend të krehur prapa, ishte Arjanit Kelmendi, njeri biznesi nga Tirana. Gruaja e tij, Besa, ishte elegante, me shami të lehtë mbi shpatulla dhe me sytë e diellit të ngritura mbi kokë. 2 fëmijë dolën nga sedilja e pasme, një djalë adoleshent me kufje muzike rreth qafës dhe një vajzë. Vajza. Loresa kishte 20 vjeç. 18 muaj më e re se Sokoli, por dukej sikur kishte lindur në një botë tjetër. Ishte e bukur, bukuri e fortë, e vetëdijshme, e kultivuar, flok të gjata, të errta me shkëlqim, të lidhur gjysmë lart me finesë, veshur me rroba të lehta verore, por me shije të dukshme, çdo gjë e zgjedhur, çdo gjë e kombinuar me kujdes. Mbante telefon në dorë dhe shikoni rreth vetes me atë sy të njohur të dikujt nga qyteti i madh që vjen në fshat. Jo me armiqësi, por me distancë, me atë lloj interesimi të shkëputur, sikur shikonte ekspozit muzeu, jo ret reale. Familja Kelmendi kishte ardhur në shelgje sepse Arjaniti kishte lindur aty. Ishte larguar i ri, kishte bërë jetën e tij në qytet, kishte ndërtuar biznesin e tij, kishte harruar pothuajse gjithçka, por kishte mbetur diçka brenda tij. Ajo lidhje e padukshme me tokën ku ke vënë hapat e parë dhe her pas here e zonte mallë për ta. Kësaj radhe kishte vendosur të sillte familjen, t'i tregonte rrënjët, siç kishte thënë. Gruan e kishte bindur relativisht shpejt. Djalin e adoleshentit jo, Loresën as pak. Loresa kishte ardhur me shpresë zero. Loresa bëri hapa drejt tij. Nuk e dinte as vetë pse. Ndoshta kureshtja, ndoshta mërzia, ndoshta diçka tjetër. Ti e bari? Tha jo, dhe toni i saj kishte brenda atë nuancë të pavullnetshme të dikujt që jo aq pyet sa konstaton. Sokoli u kthye sërish, e shikoi. Po, tha i thjesht. Gjatë gjithë ditës? Tha jo, dhe kësaj radhe nuanca ishte ende më e qartë, një lloj habie e avullt, thuaj se i duhej konfirmim se ekzistonte dikush që vërtet kalonte ditën kështu. Gjatë gjithë ditës, tha ai me po të njëjtin ton. Loresa pa rreth, bari, dele, mal, qiell, pas gjë tjetër. Dhe gjatë gjithë jetës, pyeti, dhe kësaj radhe ishte buzëqeshje e vogël, jo keqdashse vendonte ajo, por që kishte brenda atë nuancë shumë të lehtë të superioritetit, atë lloj buzëqeshje të dikujt që shikon nga lart. Sokoli e kuptoi atë buzëqeshje, sytë e tij nuk ndryshuan. Ndoshta jo,
tha ai, dhe nuk shtoi asgjë. Pauzë. Loresa priti diçka tjetër, justifikim, shpjedim, reagim. Nuk erdhi. Nuk të vjen mërsit? Pyeti. Sokoli e pa me kujdes. Ishte pyetje sinqert ndoshta, por mënyra si u formulua e bënte pyetje tjetër, pyetje që nënkuptonte. A nuk e turp? A nuk do të bëje diçka më mirë? Ai e kuptoi dhe zgjodhi të përgjigjet me sinqeritet, jo me mëri. Mërzis nuk i lë hapësirë, tha ai. Bëri pauzë, pastaj shtoi. Ke shumë gjëra për të menduar kur je i qetë. Loresa e shikoi atë me atë lloj vështrimi që nuk dinë ta marrë seriozisht apo ta lërë me njan. Çfarë mendon? Për delet. Tani Sokoli buzëqeshi, por buzëqeshja e tij nuk kishte asnjë armiqësi brenda, kishte vetëm qetësi dhe ndoshta pak humor të qetë. Herë dhe herë të tjera mendoi për gjëra të tjera. Si çfarë? Si mjekësia, tha ai. Loresa u ngurtëzua pak, nuk e priste atë fjalë. Mjekësia? Tha dhe kësaj radhje habitja ishte e vërtet, jo artificiale. Po, lexoj shumë libra mjekësie. Pauzë gjatë. Pastaj, nuk e kontrolloi plotësisht, buzëqeshja e vogël, ajo buzëqeshja e pasigurt e dikujt që nuk dia është shaka ose jo, doli jashtë. Bari që lexon mjekësi, tha ajo, dhe toni i saj kishte atë theksim të lehtë, jo me zë të lartë, jo me nënçmin brutal, por me atë tonin e hollë që është ndoshta edhe më keq, tonin e dikujt që nuk besonte se duhej marrë seriozisht. Sokoli e dëgjoi, sytë e tij mbetën të njëjtë, as të lënduar, as të inatosur, thjesht të njëjtë. Dhe kjo, pikërisht kjo, e bëri Loresën të ndihej pak e sikletshme pa arsye. Ndoshta do të habis, tha ai me zë të ulët, dhe ktheu syt tek delet. Loresa u ndal aty për një moment, pastaj humbi rrugën. Çfarë? Por Sokoli nuk ju përgjigj. Kishte parë se dy delet e largëta kishin dalë nga grupi dhe po shkonin drejt shkurreve, dhe ai lëvizi drejt tyre me hapin e qetë të dikujt që e di punën e tij shumë mirë, pa nxitim, pa shqetësim, me saktësi. Loresa e pa të ikë, ndihej diçka e çuditshme, jo mëri, por diçka tjetër, nuk e dinte ende çfarë. Vizhoi rrugën. Lumi ishte i bukur. Bukuri në atë mënyrë primitive të bukurisë, jo bukuri e kultivuar, jo bukuri e projektuar, por bukuri e pa përpunuar e natyrës së lënë të lirë. Uji gjethe ndërmjet gurve të mëdhenj të bardh dhe gurve të vogël të rrumbullakosur, krijonte kaskada të vogla dhe puse të qetë me ujë të gjelbër blu që duke i ftohet edhe nga larg. Pemët rreth lumit ishin shelgje dhe arra, me deg të gjata dhe fleksibël që vareshin mbi ujë si duar që prekin pasqyrën. Lulet e egra, të verdha, të bardha, disa vjollës, mbushnin brigjet me ngjyra. Arjaniti ndali familjen pranë pjesës më të gjerë të lumit, ku bregu ishte i rrafshët dhe gurët e mëdhenj ofronin vende të natyrshme ulse. Besa hapi shportën dhe nxori ushqimet, bukë, djath, domate nga kopshti i fshatarve, fruta. Ishte piknik i thjesht, por me diçka të vërtet brenda. Loresa ul mbi gur, mori telefonin, siguroi se kishte pak rrjet dhe filloi të fotografonte. Jo me shumë entuziazëm, por sepse pamjet ishin vërtet të bukura dhe instikti i saj digital e shtyu. Fotografoi ujin, fotografoi gurët, fotografoi pemët. Pastaj, nuk e dinte as vetë si ndodhi. Ndoshta deshi të afrohej pak për një kënd fotografik më të mirë, ndoshta guri nën këmbë ishte më i rrëshqitshëm se sa dukej, ndoshta e mashtroi rrëfyshin e lumit që dukej i cekët, por nuk ishte. Ndodhi shpejt. Hapi i pasigurt, guri i rrëshqitshëm, trupi që humbi ekuilibrin dhe Loresa ra direkt në lum. Uji e mori menjëherë. Ishte më i thellë se sa dukej dhe rrjedha ishte e fortë. Ajo rrjedhe pa dukshme e lumenjve të malit që nën sipërfaqen e qetë fshe fuqi. Loresa nuk kishte kohë të reagoj, vetëm ndjeu ujin e ftoftë që e rrethoi nga të gjitha anët, ndjeu rrjedhën që e tërhiqte, ndjeu panikun që e kapi si dorë e hekurt rreth gjoksit. Nuk dinte të notonte. Kjo ishte e vërteta e thjeshtë dhe e tmerrshme. Loresa, vajza e qytetit me çdo gjë, nuk dinte të notonte. Kishte shkuar herë në pishin, por gjithmonë vetëm në pjesën e cekët, gjithmonë e mbajtur nga diçka ose dikush, kur nuk kishte mësuar vërtet. Tani lumi e kishte. Bërtiti, ose u përpoq të bërtas, por uji hyri në gojë dhe bërtima u bë gurgullim e mbytur.
Krahët e saj goditën ujin a metod, pa drejtim, pa kuptim. Paniku kishte marrë kontrollin e trupit dhe trupi po bënte gjërat më të gabuara të mundshme. Kokën e ngriti mbi ujë për sekonda, pa frym. Pastaj uji e mori sërish. Arianiti bërtiti emrin e saj. Besa vrapoi drejt brigut me duar të shtrirë duke bërtitur. Djali adoleshent u ngurtëzua ku qëndronte, i paralizuar. Sokoli e dëgjoi. Ishte mbi kodrën e tij, disa qindra metra larg, me librin ende në dorë, por dëgjoi atë bërtim, ose ndoshta ndjen, sepse njerëzit e malit kanë atë sens të jashtëzakonshëm të mjedisit dhe ngriti kokën menjëherë. Pa lëvizjet e lumi, pa njeriu mbi ujë. Mos e lëvizni, tha Sokoli me zë të qetë por autoritar. Toni i tij, i qetë i vendosur pa panik, bëri që Arianiti të ndalet instinktivisht. Ka marrë ujë, duhet të qëndroj ashtu. Frymarrja ka filluar të normalizohet. E vërteta ishte, Sokoli vëzhgonte ngjyrën e buzëve, po ktheheshin nga cianoza në rozë, vëzhgonte gjoksin, ngrihet dhe bie, vëzhgonte kohën, çdo sekond rëndonte. Pastaj Loresa kollit, kolle fuqishme e papritur, ktheu kokën vet, derdhi ujë, kolliti sërish. Pastaj mori frym të thellë, agonale, bukur si çdo gjë e bukur, dhe hapi syt. Sytë e saj, me ngjyrë kafe të çelur, të tronditurit, të humburit, u ndalën mbi fytyrën mbi të, fytyrën e Sokolit. Ai ishte ende i përkulur mbi të, i lagur tërësisht, flokët i vareshin mbi ballë, sytë e tij, të qetë, të kujdesshëm, pa asnjë emocion të shtuar, e shikonin me atë vëzhgim të mjekut, jo të heroit. Loresa nuk foli, nuk mund të fliste ende, por e kuptoi. Arianiti u gjinizua pranë së bijës, me duart e tij duke shtrënguar duart e saj. Besa kishte arritur dhe qante me zë të mbytur, e mbante gojën me shuplak. Djali adoleshent qëndronte pak mbrapa, i zbeht, por Sokoli mbeti i fokusuar. A ndjeni veten? E pyeti Loresën, zëri i tij, i qetë, i drejt për drejt. Ajo tundi kokën me vështirësi. Shikoni gishtin tim, tha ai dhe ngriti gishtin tregues para syve të saj. E lëvizi ngadalë majtas djathtas, sytë e saj e ndoqën. Mirë, a ndjeni dhimbje kudo? Kreu? Qafa? Jo, tha ajo me zë të dashakëmbur, shumë i dobët. Sokolli ktheu gjakftoksin e tij drejt Arianitit. Duhet ta mbajmë të ngrohtë. A keni diçka? Xhaket, batanie? Besa nxori shamin e madhe që mbante mbi shpatulla. Më ndafshi lehtë, por diçka. Sokoli e mori dhe vendosi me kujdes mbi Loresën. Duhet të shkojë në spital. Jo urgjencë, por kontrollohet. Ka marrë ujë në mushkri ndoshta. Mjeku do të vëzhgojë. Arianiti po vëzhgonte Sokolin me sy të ndryshuar tani. Kishte hyrë ky djalë, i ri, bari, i lagur, me duar të vrasht, edhe kishte vepruar me atë qetësi profesionale që madje Arianiti, me gjithë botën e tij të biznesit, nuk e kishte. Ti, si e di të gjitha këto? Librat, tha Sokoli thjesht, dhe nuk shtoi asgjë. Besa qau më fort, jo nga trishtimi, por nga ajo lloj çlirimi emocional që vjen kur kalon e keqja dhe trupi të lejon të çlirosh gjithçka që mbajte. Sokoli u ngrit, ishte i lagur tërësisht, pantallona, bluzë, të gjitha, ftohtë, por nuk e tregoi. Shikoi Loresën sërish, ngjyra po kthehej, frymarrja po normalizohej, syt po bëheshin gjithnjë më të fokusuar. Shenjat ishin pozitive. E ke shpëtuar, tha Arianiti dhe zëri i tij ishte i mbrojtur nga emocioni. Sokoli nuk u përgjigj direkt. Rrugë e mirë deri në spital ka një 2 orë. E dim. Arianiti u ngrit dhe i zgjati dorën Sokolit. Si quhesh? Sokol. Faleminderit, Sokol. Shtrëngimi i dorës ishte i fortë, i gjatë, lloj falënderimi që kalonte në përdor, jo vetëm fjalë. Loresa e shtrir akoma mbi bar, e ndiqte gjithçka. Vëzhgonte Sokolin nga poshtë, ai qëndronte, i lagur, me flok të mendonte Sokolin. Mendonte sytë e tij mbi të. Ata sy që nuk kishin triumf, nuk kishin të thashun, nuk kishin asgjë tjetër veç kujdesit të kulluar. Mendonte fjalët e tij të para atë ditën e parë. Ndoshta do të habis. Kishte buzëqeshur atëherë. Kishte buzëqeshur me atë buzëqeshje të hollë të dikujt që nuk merr seriozisht. Dhe pastaj, ai e kishte shpëtuar jetën. Ktheu fytyrën nga muri dhe mbylli syt, por gjumi nuk erdhi shpejt.
Erdhi vetëm kur fytyra e tij u qetësua pak brenda kokës. Ajo fytyrë e lagur, e qetë, pa pretendim. Ditët e ardhshme ndryshuan strukturën e saj. Prindrit e saj I kushtuan çdo vëmendje, e mbanin, e ngopnin me dashuri dhe kujdes. Por mendja e Loresës kthehej vazhdimisht. Kthehej te lumi, te uji I ftohtë, te dora që e kapi, te zëri I qetë. Kthehej edhe te takimi I parë, te buzëqeshja e saj, te toni I saj, te mënyra si kishte thënë bari që lexon mjekësi, dhe ndihej diçka e papëlqyeshme brenda gjoksit, si guri I vogël në këpucë. Turp. Jo turpi I thjesht shoqëror, turp I thellë, ai lloj turpi që vjen kur kupton se ke qenë I gabuar jo vetëm në fjalë, por në filozofi. Kishte gjykuar me sy sipërfaqësor. Kishte parë bari dhe kishte dekretuar, I parëndësishëm. Kishte parë fshat dhe kishte dekretuar, I vockël, dhe bota kishte bërë atë korrektim të mahnitshëm që bën gjithmonë, me butësi të pamëshirshme. Ditën e tretë pas ngjarjes, Loresa doli. Jo me nxitje. Shkoi ngadalë, mori ajrin e mëngjesit dhe ndoqi rrugicën drejt Kodrës. Ndoshta instikti, ndoshta vendimi I pavetëdijshëm, por këmbët e çuan drejt vendit ku dinte se do ta gjente. Dhe atje ishte Sokolini, me delet e tij, me librin e tij. E pa kur u afrua. Ktheu kokën dhe e pa. Ishte disa hapa larg, ecte ngadalë, dukej se kishte vendosur, por nuk dinte si ta fillonte. Ai e priti. Nuk lëvizi drejt saj, nuk tregoi nxitim, thjesht e priti, me atë qetësi të tij karakteristike. Loresa ndali pak metra larg, 2-3 sekonda heshtje. Pastaj, doja të falenderoja, tha ajo. Zëri ishte I drejt për drejt, pas bukurime, jo toni delikat I dikujt që performon mirënjohjen, por toni I thjesht dhe pak I vështirë I dikujt që e thot sepse duhet ta thot, sepse është e vërteta. Sokolini tundi kokën. S'ka gjë. Jo, tha Loresa, dhe zëri ngeli paksa. Jo thjesht s'ka gjë. Ti e shpëtove jetën time. Pauzë. Sokolini nuk tha asgjë. Priti. Dhe doja të... Ajo hezitoi. Dhe hezitimi ishte I vërtet. Ishte ajo luftë brenda kur goja kërkon fjalët dhe gjemra I ka, por nuk I lëshon lehtë. Doja të kërkoj falje. Sokolini ju ngul vështrimi. Për çfarë? E di për çfarë. Sytë e saj u ngritën. Nuk I këshiu ata I vështrim. Ditën kur u takuam. Mënyra si fola. Mënyra si... Udhëtuam shumë orë deri në spital. Pritem gjatë. Dhe mjeku tha diçka të thjesht. Diçka që dikush me njohuri bazë do ta kishte dalluar javë më parë. Ky vonesë e kishte rënduar gjendjen e saj. Bëri pauzë. Aty kuptova. Dia shpëton jetë. Jo vetëm dia e mjekëve, por dia e njerëzve të zakonshëm. Nëse dikush nga fshati hyn do ta dinte atë gjë bazë, nëna do t'i shmangte ato javë vuajtjeje. Loresa dëgjoi pa e ndërprer. Dhe pastaj fillova të lexoj. Fillimisht libra të thjesht, pastaj gjithnjë më të vështirë. Mësuesi Agimi, mësuesi ën I fshatit fqinj, më ndihmoi shumë. Ai solli libra, ai më shpjegoi gjërat që nuk kuptoja. Ai buzëqeshi me atë buzëqeshje të ngrohtë. Ai besoi. Ëndërroni të bëheni doktor? Pyeti Loresa, dhe tani e tha pas një nuancë tjetër. Po, thjesht, pa hezitim. Dhe pse nuk keni shkuar? Filloi pyetjen dhe ndaloi sepse e kuptoi vetë përgjigjen ndërsa e bënte. Familja, tha Sokoli. Babai ka probleme me shëndetin, nëna gjithashtu. Jam I vetëm, nuk mund ta lë tokën. Shikoi delet e tij, me atë shikimin e njohur që nuk ishte trishtim, por pranueshmëri. Por nuk kam ndaluar. Lexoj gjithçka që mund, kur të vi mundësia, dhe nuk e mbaroi fjalin, por nuk kishte nevojë. Loresa ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë shpesh. Ndjenjën e vogël, por të pastër të turpit personal, jo para tij, por para vetes, para mendimeve të saj të hershme, para gjykimeve të saj të shpejta. Ky njeri kishte më shumë brenda tij se sa ajo kishte imagjinuar se fshatarët kishin. Dhe ky imagjinuar ishte pikërisht problemi. Nuk kishin qenë ata të varfër në mendime dhe ndjenja. Ajo kishte qenë e varfër në imagjinat. Unë studioj psikologji, tha ajo papritur. Sokoli u kthye me interes të vërtet. Viti I parë? Viti I dytë.
Ka gjëra interesante te psikologjia klinike, tha ai dhe tha diçka, një vëzhgim të mpret mbi lidhjen mes sjelljes njerëzore dhe neurologjisë. Dhe Loresa hapi syt pak, sepse ishte vëzhgim jo dikujt që ka dëgjuar një herë diçka, por dikujt që ka menduar thellë. Biseduan gjatë, aq gjatë sa dielli lëvizi dhe hijet ndryshuan dhe delet lëvizën 2 herë nga njëri spot në tjetrin. Biseduan për mjekësinë dhe psikologjinë, biseduan për librat dhe për jetën e qytetit dhe jetën e fshatit, biseduan pa filtrat e hierarkive shoqërore, sepse ato hierarki, pranë lumbit, ishin tretur si krip në ujë. Loresa e vuri re. Vuri re se kur Sokoli fliste me precizion, nuk fliste shumë fjalë pa kuptim. Çdo gjë që thoshte kishte brendinë e saj, dhe kur dëgjonte vërtet, jo duke pritur radhën e tij të flas. Dhe Sokoli e vuri re Loresën, e pa ndryshe nga takimi i parë. Nën krenarinë e sipërfaqes, kishte një vajzë inteligjente, kureshtare, por aty ishte. 2 ditë para se familja Kelmendi të largohej nga shelgjet, babai i Loresës, Arjaniti, shkoi te shtëpia e Sokolit. Shkoi vet, pas dite, me shishe raki dhe me gjysmë kile djath malor të mbështjell në letër. Gjetën Sokolin te verandia e vogël, duke lexuar me qiririn e ndezur, edhe pse akoma nuk ishte rënë terri. Kur pa Arjanitin, u ngrit me një herë. Ri, tha Arjaniti dhe u ul vet pa ceremoni, si dikush i cili ka vendosur të jeti drejt për drejt. Doja të shihja. Nëna e Sokolit, flutura, solli kafe pa u pyetur, me atë instinkt të nënave shqiptare të cilat e dinë se kur kanë mysafir që duhen nderuar. Pastaj u tërhoq mënjan, si gjithmonë. Arjaniti hapi shishen. Mbushi 2 gota të vogla, i zgjati njërën Sokolit. Kam bërë shumë gjëra në jetë, tha Arjaniti, duke shikuar rakin në gotë. Kam ndërtuar biznese, kam marrë vendime të vështira, kam menduar se di çfarë është e rëndësishme. Ngriti sytë dhe i fiksoi Sokolit. Por asnjëherë nuk kam qenë aq i sigurt për rëndësinë e diçkaje sa jam i sigurt sot. Ti e shpëtove bijën time, dhe për këtë nuk ka fjalë të mjaftueshme. Sokoli e shikoi, nuk tha asgjë, por pranoi vështrimin. Dua të di, vazhdoi Arjaniti, çfarë ndëron, çfarë do ti vërtet nga jeta. Pyetja e drejt për drejt, pyetje e rëndë, lloji i pyetjes që shumica e njerëzve nuk e bëjnë sepse ka mundësi të duhet të veprojnë pas përgjigjes. Sokovi mori gotën, e mbajti me të dyja duart, pastaj, me atë zë të tij të qetë dhe të drejtë, dua të bëhem doktor, mjek i familjes, jo për karrierë, por për njerëzit, për fshatin, për ata që nuk kanë mundësi. Arjaniti nuk foli me njëherë, dëgjoi, pastaj pyeti, universitetin? Nuk kam mundësi të largohem tani. Familja? E di, Arjaniti e ndërpreu, jo me forcë, por me mirë kuptim. E di, bëri pauzë të gjatë, ngriti gotën, pije kjo. Pin. Heshtën. Era e mbrëmjes lëvizte lehtë. Pastaj, Arjaniti tha diçka, me zë të ulët, pothuajse si me vete. Njerëzit si ti janë të rrallë, Sokol. Jo sepse ke shpëtuar Loresën, shumë njerëz do ta bënin atë me guxim, por sepse ke shpëtuar veten çdo ditë, pa e ditur askush, me libra dhe ëndra në mes të maleve. Ngriti syt dhe i fiksoi Sokolit. Por asnjëherë nuk kam qenë aq i sigurt për rëndësinë e diçkaje sa jam i sigurt sot. Ti e shpëtove bijën time, dhe për këtë nuk ka fjalë të mjaftueshme. Sokoli e shikoi, nuk tha asgjë, por pranoi vështrimin. Dua të di, vazhdoi Arjaniti, çfarë ndërron, çfarë do ti vërtet nga jeta. Arjaniti u ngrit. Shtrënguan duart, gjatë, të dyja me forcë, pastaj shtoi. Do të flasim sërish, Sokol, nuk është lamtumir, është fillim. Sokoli nuk e kuptoi plotësisht çfarë nën kuptonte, por fjalët mbetën. Nata e fundit në shelgje ishte e qetë dhe e tejdukshme. Qiell pare, yje si kripe hedhur mbi kadife të zezë, hëna e plot që i jepte gjithçka ngjyrë argjendi dhe hijesh.
Fshati ishte I heshtur, vetëm karkalet. Syt u takuan, dhe kësaj radhe mbetën. Nuk I larguan si herët e para. Mbetën, të qetë, të hapur, të vërtet. Loresa ndjeu zemrën duke rrahur pak më shpejt. Ndjeu diçka të ngrohtë dhe të pakëndshme njëkohësisht. Ajo ndjenjë që ka 2 emra. Njëri quhet gëzim, tjetri quhet frikë, dhe nuk di kur cili është I pari. Sokol, tha ajo, vetëm emrin. Po, tha ai, vetëm atë. Dhe brenda asaj shkëmbimi minimal, asaj sokol dhe ati, po, kishte gjithçka. Kishte pyetjen pa fjalë dhe përgjigjen pa fjalë. Kishte praninë e ndjenjes pa emër akoma, por të njohur nga të dyja. Qëndruan kështu, 2 njerëz mbi shkëmb në hënën e plot, fshati I qetë poshtë tyre, malet rreth tyre, lumi argjend në fund të luginës, derisa ftohtësia e vonshme e natës I shtyu ngadalë të ngrihen. Kur u ngritën, kur ishin gati të ndahen, Sokoli bëri diçka të thjeshtë. Nxori nga xhepi fletoren e tij të vogël, shkëputi një faqe dhe shkroi diçka. E palosi. Ja dha. Loresa e mori. Nuk e hapi atje. Kur të largohesh, tha I thjesht. Ajo tundi kokën. Pastaj, pa e menduar shumë, bëri gjë të thjeshtë dhe të papritur. Shtrëngoi dorën e tij për sekond, ato duar të vrazhd me bishta të gjatë, dhe pastaj I la. Shkoi. Ai mbeti. Makina u largua të nesërmen herët. Fshati I vogël shelgje mbeti mbrapa. Shtëpizat e gurit, rrugicet, çezma, kodra dhe delet mbi të. Mbeti mbrapa gjithçka. Edhe ai. Loresa rriti dhe shikoi nga dritarja e pasme, derisa kthesa e rrugës e mbuloi gjithçka. Pastaj hapi palosjen. Shkrimi çrregullt, me laps, I sinqert. Librat thonë se zemra njerëzore mund të mbajë shumë gjëra njëkohësisht, gëzim dhe trishtim, forcë dhe frikë, mbyllje dhe hapje. Mendoj se të dyja e dim se çfarë ndodhi këtu. Nëse doni ta mbani, unë do ta mbaj. Nëse vendosni ndryshe, do ta kuptoj. Por doja ta dije. Nuk ka ndodhur asgjë si kjo më parë. Asnjë nënshkrim, nuk duhej. Loresa palos fletën, e vendosi aty ku e kishte zemrën. Jo metaforikisht, por fizikisht. E shtyu në rripin e sigurimit, mbi gjoks, dhe pa jashtë dritares tek rruga që kthente drejt qytetit. Javut pas kthimit në shelgje ishin të çuditshme. Jeta e Tiranës e mori me njëherë, leksionet, shoqet, kafenet, rrugët e zhurmshme, por diçka ishte ndryshuar, si mobilje e riorganizuar natën, gjithçka është aty, por nuk është një lloj. Shoqet e pyetën çfarë kishte bërë gjatë pushimit. Ajo tregoi për shelgjen, për natyrën, për lumit. Kur tha emrin Sokol, njëra shoqe tha, "Oh, romantike", dhe buzëqeshi dhe vazhdoi me subjektin tjetër. Loresa nuk shtoi asgjë. Disa gjëra nuk shpjegohen me fjalë të shpejta. Sokoli shkroi. "Faleminderit", tha ajo. Dhe nuk tha për Sokolin, ose jo vetëm. Tha dhe për veten e saj. Arianiti telefonoi Sokolin. Sokoli dëgjoi. U bë heshtje I gjatë në telefon. Kaq I gjatë sa Arianiti pyeti. "Sokol, je aty?" Dhe nga heshtja erdhi zëri. I qet gjithmonë, por kësaj radhe me diçka brenda, diçka që me zi mbahej. "Jam aty." Sokoli nuk u largua menjëherë. Kishte gjëra për të rregulluar, prindrit, delet, shtëpinë. Mësuesi Agimi ndihmoi të gjente dikën nga fshati fqinj që do merrte kujdesin e dhenve. Babai e priti lajmin me heshtje fillimisht, pastaj me të qara, ato lot të burrave të vjetër që kanë mbajtur gjatë dhe kur çlirohen plotësisht. Nëna e Sokolit e mbajti djalin e saj, e mbajti gjatë dhe foli me zë shumë të ulët. "Tani shko dhe kthehu doktor. Kthehu dhe shëro fshatin tënd." Para largimit, Sokoli ngjiti kodrat e tij të fundit. Ngjiti deri lart, deri te pamja e plotë e luginës. Qëndroi. Shikoi shelgjet prosht, çatit e gurit, tymin e holl nga oxhaqet, çezmen e bardh, rrugicet ku kishte vrapuar si fëmijë. Shikoi malet rreth. Shikoi lumin argjend. Nuk qau,
por ndau diçka me atë vend. Njohje heshtme, mirënjohje, premtim pa fjalë. Do të kthehem. Pastaj zbriti. Tirana e priti me zhurmë dhe ngjyra dhe ajër ndryshe. Arianiti kishte gjetur dhomë në konvikt të universitetit dhe kishte siguruar procedurat. Hyrja në universitet nuk ishte e thjeshtë, duheshin hapa, duheshin prova, por Sokoli bëri të gjitha me atë qetësi sistematike të tij. Kur bëri provën hyrëse, të cilën e kishte studiuar me ata libra të mbledhur me vite, rezultati befasoi administratorët. Kaloi me rezultat të lartë. Profesori anatomis, njëri i moshuar dhe i prerë, kishte zakon të bënte pyetje surprizë studentëve të rinj javën e parë, si test karakteri. Pyeti Sokolin diçka të avancuar. Sokoli u përgjigj, thellë, sakt, me lidhje klinike. Profesori u ndal. E pa nga zyzet e di. Pyeti. Ku e ke mësuar këtë? Në mal, tha Sokoli. Profesori bëri pauzë. Pastaj tha diçka që disa studentë dëgjuan. Të tillë student vinë një herë në 10 vjet. Universiteti i Mjekësisë ishte vetëm disa lagje larg Universitetit të Psikologjisë ku studion Loresa. Kjo nuk ishte rastësi, ose ndoshta ishte, por jeta ndonjëherë i aranxhon rastësitë me duart e veta. Herën e parë që u takuan në Tiranë ishte e papritur. Sokoli po dilte nga biblioteka e universitetit me libra nën sqetull dhe çantë të rëndë, dhe Loresa po hynte me shoqet e saj nga ana tjetër. Syt u takuan midis njerëzve. Ndonjëherë Sokoli i shpjegonte diçka nga mjekësia, dhe Loresa dëgjonte me atë kureshtje të vërtetë që e kishte zbuluar vet. Ndonjëherë Loresa fliste për psikologjinë dhe Sokoli dënte pyetje të thella, pyetje që e çonin bisedën drejt vendeve interesante. Mësuesi Agimi erdhi një herë në Tiranë, i pari vetëm në kryeqytet, me xhup të vjetër dhe çantë lëkure. Sokoli e priti me ngazëllim të sinqertë dhe e shpuri nëpër universitete. Mësuesi i vjetër shikonte gjithçka me sytë e hapur dhe pëshpërit këp. E kisha thënë. Kur takoi Loresën, e shtrëngoi dorën 2 herë. E dija se do gjente njëri të mirë, tha pas një sqarim tjetër. Loresa nuk e pyeti çfarë nën kuptonte. E kuptoi. Erën e parë të vitit vijues, Sokoli bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. E thirri Loresën dhe i tha: "Dua të tregoj diçka." E çoi jashtë qytetit, jo deri në Shelgje, as kohë, as transport, por në një kodër të vogël pranë periferisë, ku kishte bar të gjelbër dhe pamje mbi qytetin. Nuk kishte asgjë të veçantë aty, as një restorant, as një dekorat, as një ceremoni. Ulën mbi bar. Sokoli hapi çantën dhe nxorri diçka. Librin e parë të mjekësisë që kishte bler kur ishte adoleshent. Libër i vjetër, me faqe të verdha dhe kopertinë të grisur. E hapi në faqen e parë ku, me shkrim fëmijor, kishte shkruar emrin e tij dhe poshtë: "Njëri ditë do të bëhem doktor." Loresa e shikoi me kujdes, pa shkrimin, pa faqet e nënvizuara dhe të komentuara, pa gjitha të histori brenda atij libri të thjeshtë. "Doja ta shikoje," tha Sokoli thjesht. "Pse?" pyeti ajo me zë të butë. "Sepse ti je ndër pak njerëzit të cilëve mund t'ua tregoj." Bëri pauzë. "Jo sepse dua të t'imponoj diçka, por sepse ky libër ka qenë sekreti im i gjatë gjithë kohës dhe nuk dua ta mbaj sekret nga ti." Loresa e pa, atë fytyrë të njohur, sytë e thellë të errët, qetësinë e tij. Pastaj mori librin me kujdes dhe e faqoste ngadalë. Çdo faqe kishte histori brenda saj, shënime me laps, nënvizime, pyetje të shkruara anash. Gjithë jeta intelektuale e Sokolit ishte e ngulitur aty brenda. Kur arriti te faqja e fundit e shkruar, sepse kishte edhe faqe bosh, gjeti diçka të shkruar rishtazi, me shkrim të pjekur, ndryshe nga i shkrim fëmijor i parë. Ëndra nuk vdes, ndryshon formë, ndryshon rrugë, por nuk vdes, dhe herë dërgon njerëz të tillë si shenjë. Loresa mbajti frymën, ktheu kokën, sytë e tij ishin aty, duke e pritur. Nuk kishte fjalë në atë moment, kishte diçka tjetër, ajo ndjenja e plot dhe e rëndë e gëzimit të vërtet, e cila nuk bën zhurmë, por mbush gjithçka. Ajo e Një herë, ishte mbrëmje e vonë dhe kishte dështuar një provë vogël e praktikës,
Sokoli doli jashtë dhe shkoi te parku. Ishte vetëm, pa telefon, pa libra. U ul mbi stol dhe shikoi pemët dhe njerëzit që kalonin dhe dritat e qytetit. Mendoi nënën e tij, mendoi baban, mendoi kodrat dhe delet dhe shkëmbin dhe hënën e plot. Ndjeu diçka, ajo lloj ndjenje e vogël por e rëndë e dyshimit, jo dyshim ndaj ëndrrës, por dyshim ndaj vetes. A ja vlen? A mund? Telefoni i ra. Loresa. Si e? Pyeti ajo. Mirë, tha ai. Instinkt, refleks. Heshtje. Pastaj, Sokol? Po. Si e vërtet? Pauze gjatë. Pastaj, lodhur. E di, zëri i saj ishte i qetë. A dëshiron të flasim ose të heshtim? A i mendoi, të heshtim, por bashk. Kështu bën, Loresa u ul te dritarja e dhomës së saj dhe Sokoli mbi stolin e parkut, telefon pas veshi, dhe heshtnin, digjonin frymën e njëri tjetrit. Her pas here, njëri thoshte diçka të vogël. Loresa pa qiellin me yje, Sokoli dëgjoi një cicërim zogu natën, por kryesisht heshtnin. Ishte lloji i pranisë që nuk ka nevojë për fjalë, dhe Sokoli e kuptoi atë natë, me atë qartësi të thjeshtë dhe të pakundërshtueshme, se çfarë kishte kjo vajzë brenda. Nuk ishte thjesht bukuri dhe inteligjencë, kishte diçka tjetër. Dinte kur të ishte aty dhe si të ishte aty. Pas gjysmore heshtjeje, tha, faleminderit. Për çfarë? Pyeti Loresa. Për të qenit aty pa bërë gjë. Pauzë, pastaj zëri i saj, i ngadalt dhe i ngrohtë. Aty do të jem gjithmonë. Sokoli mbajti syt mbyllur. Ndjeu atë fjalë duke hyrë brenda si diçka e ngrohtë. Erdhi një ditë, muaj pas asaj nate telefonate, kur Loresa bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Mori autobusin dhe shkoi në Shelgje. Jo me familjen, vetëm, me çantë të vogël dhe me vendim të marrë qetësisht. Sokoli nuk e dinte, ishte fundjavë dhe ai kishte shkuar te prindrit. Kur dëgjoi trokitjen e derës dhe hapi dhe e pa Loresën, me pluhur rrugën mbi kepucë dhe flok pak të çrregullta nga udhëtimi, mbeti gojë hapur për herë të parë. Ti, tha, erdha, tha ajo. Nëna e tij, flutura, doli mrapa tij, pa vajzën. Bëri një sekond vlerësimi. Atë vlerësim të shpejtë dhe të pagabueshëm të nënave, pastaj buzëqeshi dhe tha, eja brenda, eja brenda. Loresa kaloi atë ditë në Shelgje. Hëngri mëngjes me familjen e Sokolit, buk misri dhe gjalp dhe djath dhe çaj mëngjesi me erë bari malor. Nëna e Sokolit fliste me të natyrshëm, pa protokoll. E pyeste për studimet, për familjen, dhe her pas here e shikonte me atë sy të nënave që shikon jo vajzën, por atë brenda vajzës. Pas dite, Sokoli e çoi te kodra. Ishte vjesht. Malet kishin ndryshuar ngjyrë, ahët kishin flori dhe argjend mes gjelbërisë, dhe ajri kishte atë frisket e pastër të vjeshtës malore. Delet nuk ishin më të Sokolit, pjesa 18, vazhdim. Ishin të dikujt tjetër tani, por kodra ishte një lloj. Shkëmbi ishte një lloj. Pamja ishte një lloj. Ulën. Loresa shikoi luginën, të njëjtën luginë që kishte para të natë të hënës, por tani me ngjyrat e vjeshtës. Ishte ndryshe dhe një lloj njëkohësisht, si gjithçka e vërtet. Pse erdhe? Pyeti Sokoli. Jo me ankesë, me kureshtje të vërtet. Loresa mendoi. Desha të kuptoja, tha. Çfarë? Ty, këtë vend, nga ke ardhur. Bëri pauzë. Kur njeh dikë, njeh vetëm atë që është sot. Por njerëzit janë gjithçka që kanë qenë gjithmonë, dhe doja të njihja gjithçka. Sokoli e shikoi. Ndjeu diçka duke u çliruar brenda, si nyje e ngushtë që zgjidhet ngadalë. A e ke gjetur? Pyeti ai. Loresa u kthye dhe e shikoi. Shikoi malin, shikoi fshatin, shikoi lumin argjend poshtë, shikoi shkëmbin ku ulnin.
Pastaj ktheu syt tek ai. Po, tha ajo thjesht. Hështinin. Era lëvizte në përgjethe dhe i sillte erën e ahut dhe të barit të thap të vjeshtës. Dielli po zbriste ngadalë mbi mal. Pastaj Sokoli tha diçka, me zajsh të ulët sa Loresa u përkup pak drejt tij për ta dëgjuar. Dua të them diçka. Thuaj, që nga dita kur erdhe herën e parë, madje nga loditë e parë kur buzëqeshe me atë buzëqeshje, ai bëri pauzë dhe buzëqeshi lehtë ndaj kujtimit. Ndjeva diçka. Nuk e kuptova menjëherë. E kuptova ngadalë dhe kuptova se nuk dua ta mbaj brenda pa ta thënë. Loresa nuk bëri asnjë lëvizje. Priti, të dua, tha Sokoli. 3 fjalë, pa dram, pa trembëllim, pa ornament. Thjesht të vërteta, thjesht të thjeshta, thjesht të ti. Loresa e njeu zemrën duke u ndalur sekond, jo nga frika, por nga ai momenti i bukur kur diçka e pritur dhe e dëshiruar vjen vërtet, dhe ti nuk e beson plotësisht, edhe pse e ke pritur. Pastaj foli, edhe ajo thjesht, edhe ajo pa ceremoni, edhe mund ty. Nuk kishte puthje dramatike, nuk kishte muzikë, nuk kishte sfondi filmik. Kishte vetëm ata të dy mbi shkëmb me malin rreth tyre dhe diellin duke zbritur, dhe erën që lëvizte lehtë, dhe Sokoli mori dorën e saj, ato duar të thjeshta qytetare, dhe ajo la dorën e saj brenda dorës së tij të vrazhd. Dhe kaq mjaftoi. Vitet e studimeve nuk ishin lehtë, por ishin të mira. Sokoli studionte me atë intensitet dhe qetësi të tij karakteristike. Profesorët e vunë në re herët, jo vetëm për dijen, por për mënyrën si mendonte, për lidhjet e pazakonta që bënte, për pyetjet e tij që shpesh çonin diskutimin drejt vendeve interesante. Kishte guximin e dikujt që nuk kishte ardhur të impresionoj, por të mësoj, dhe kjo bënte ndryshimin. Loresa mbaroi studimet e psikologjisë dhe filloi masterin. Specializohej në psikologji klinike, fushë ku kishte gjetur veten plotësisht. Punonte me pacient në mbikëqyrje gjatë praktikës dhe kishte aftësi natyrore për të dëgjuar, për të qenë e pranishme, për të kuptuar atë që nuk thuhet me fjalë. Ata dy ndërtuan diçka ngadalë, jo vetëm marrëgënien mes tyre, por jetën mes tyre. Ishte ndërtimi ngadalt, i studiuar, i bazuar në respekt dhe kuptim. Kishin mosmarrveshje, si gjithë çiftet reale, por kishin diçka të veçantë. Të dy e dinin se si të dëgjonin. Sokoli nga natyra e tij, Loresa nga studimi dhe nga ajo mësimi i madh pranë Jumit. Kur kishte tensione, ata nuk flisnin menjëherë, linin hapësirë, mendoheshin, pastaj flisnin me qetësi. Arjaniti dhe Besa e ndiqnin me gëzim të heshtur. Arjaniti nuk fliste shumë, nuk kishte nevojë, por her pas here, kur i rastiste Sokolit tek shtëpia e tyre, e shikonte djalin dhe kishte atë kënaqësi të thellë dhe të qetë, të dikujt i cili ka bërë gjën e duhur dhe e sheh frutin e saj. Besa, nëna e Loresës, kishte marrë Sokolin si djalë të vet, pa ceremoni, jo me deklarat, por me vepra. E pyeste për shëndetin, e dërgonte ushqim kur dinte se ishte shumë i zënë me studime, e priste me gëzim çdo herë. Dhe Flutura, nëna e Sokolit, kishte marrë Loresën si bie e saj. Herët e para Loresa kishte qenë pak e rezervuar, jo nga qëllimi i keq, por nga mjedisi i ndryshëm, nga frika se mos shkelte gabim. Por Flutura kishte atë butësi natyrale të grave malshore që të bën të ndihesh i pranuar pa nevojë provash. Kishte marrë dorën e Loresës një herë dhe i kishte thënë: "Edhe ti je bia ime." Kaq ishte e mjaftueshme. Kur Sokoli mbaroi studimet, ditën kur mori diplomën, ditën kur u bë vërtet doktor, nuk festoi me shumë zhurmë. Ishte lloj njeriu që gëzimin e brendshëm e ndante vetëm me njerëzit e dashur. Prindrit erdhën nga shelgjet, babai me gjunjët e tij të ngadalë dhe me sytë e shkëlqyer, nëna me shaminë e saj të mirë dhe me lot të gatshëm. Preventiv se si të njihnin simptomat e hershme, se si të kujdeseshin. Ai nuk ishte vetëm mjek, ishte edukator, ndërmjetës, njohës. Fëmijët e fshatit shpesh vinin te ambulanca jo sepse ishin sëmur, por sepse Sokoli gjithmonë kishte kohë për ta. U tregonte gjëra, si funksionon zemra, si shohim me syt, si ngjiten plagët. I ushqente kurreshtjen. Njëri nga ata fëmijë, djali i vogël me sy të hapur të mëdhenj, një herë pyeti: "Doktor Sokol, unë mund të bëhem doktor?" Sokoli u ul mbi gjynj para tij dhe i tha: "Jo vetëm mund, duhet." Loresa nuk u transferua menjëherë. Kishte karrierën e saj, kishte njerëzit e saj, kishte jetën e saj ndërtuar. Dhe Sokoli nuk e kërkoi, nuk kishte dashur asnjëherë të zgjidhte dikë kundër asaj çfarë ishte. Por Loresa vendosi vet. Jo nga sakrificë, kjo është e rëndësishme. Jo nga ndjenja se duhej të dorëzonte diçka, por nga kuptimi se çfarë donte vërtet. Kishte parë Sokolin duke punuar,
kishte parë njerëzit e fshatit, kishte parë nevojën në reale dhe kuptim plotësinë reale, kishte menduar, psikologu mund të punoj kudo, dhe këtu kishte njerëz që kishin nevojë. Por kishte edhe diçka tjetër, diçka personale dhe e thellë. Kishte gjetur veten e vërtet jo në qytetin e madh, por në atë mal, pranë atij njeriu, mbi atë shkëmb. Nuk ishte ikje nga diçka, ishte ardhje drejt diçkaje. Kur i tha Sokolit, ai e shikoi gjatë. Pastaj, je sigurt? Më e sigurt se gjithçka tjetër. Ai tundi kokën, ai tundi kokë i tij i qetë, por syt i shkëlqyen. Loresa hapi praktikën e saj psikologjike, fillimisht 1 herë në javë, pastaj 2, pastaj rregullisht. Punon me njerëz të fshatit dhe të fshatrave fqinj, me gratë me ankth, me burra të mbyllur, me fëmijë me vështirësi shkollore. Zbuloi se shëndeti mendor rural kishte nevojë po aq sa shëndeti fizik, dhe zbuloi se kishte dhunti për ta trajtuar. Bashk, Sokoli dhe Loresa ndërtuan diçka, jo vetëm si çift, por si entiteti dobishëm për komunitetin. Mjeku dhe psikologu, shëndeti fizik dhe ai mendor, bashk nën të njëjtin mal. Mësuesi agimi, i plakur tashmë, por akoma me ato syze të trasha dhe buzëqeshje, ishte i pari nga të gjithë që e pa dhe tha, me atë zë të tij plot kuptim. Ky fshat ka fat. Sokoli e propozoi martesën mbi atë shkëmb, i njëjti shkëmb, me të njëjtën pamje me malet e njëjta rreth. Nuk kishte unaz të shtrenjtë, kishte unaz guri të thjesht, të punuar me dorë nga artizani i fshatit fqinj nga një gur malor. Nuk ishte diamant, ishte diçka tjetër, diçka që kishte histori brenda. Kur ia dha dhe e pyeti, Loresa nuk foli menjëherë. Shikoi unazën, shikoi gurin e vogël të bardh malor, pastaj ktheu syt tek ai. Ke ditur gjithmonë çfarë ka vlerë, tha ajo. Po, tha ai. Edhe unë e di tani. Vuri. Ky fshat i vogël, quajtur Shelgje, me 30 shtëpi guri dhe me çezmen e bardh dhe me malet rreth, kishte tani diçka të re. Kishte mjek dhe psikolog. Kishte 2 njerëz të rinj që kishin zgjedhur jo qytetin me lehtësinë e tij, por malsinë me kuptimin e saj. Fëmijët rriteshin duke parë Sokolin dhe Loresën çdo ditë, duke mësuar pa e kuptuar se mësojnë, thjesht duke parë. Se dia nuk ka adres fikse, se dashuria rritet nga kuptimi jo nga pamja, se vlera e njeriut nuk matet nga vendi ku ka lindur, por nga çfarë bën me atë vend. Mësuesi agimi shpesh tregonte historinë, te çezma me burrat e preqt, te klasa me fëmijët. Tregonte me atë zë të tij të matur. Dikur kishim djalbari që lexonte libra mjekësie. Shumë kush qeshte. Pastaj erdhi ditë kur ai djali shpëtoi jetë. Pastaj erdhi ditë kur ai djali u bë doktor, dhe tani na shëron gjithë ne. Bënte pauzë. Kurrë mos i qesh ëndrrës e tjetrit, kurrë mos e gjykosh njeriu nga toka ku qëndron, por nga drita në sytë e tij. Prindrit e Sokolit plakeshin me dinjitet dhe me gëzim të qetë. Babai i tij, besniku i maleve, ulej tani te verandja dhe shikonte luginën me atë sy të qetë të njerëzve të kënaqur. Kishte dhënë jetën punës dhe familjes. Kishte marrë kthim të plot. Arjaniti vijonte të vinte në Shelgje çdo vit, jo si detyrim, por me dëshirë të vërtet. Kishte rikuperuar diçka atë verë të parë, lidhjen e humbur me tokën e vet, dhe nuk donte ta humbte sërish. Dhe Loresa, ajo vajzë e qytetit me syze dielli dhe me buzëqeshje të hollë të superioritetit, kishte bërë udhëtimin e vet të gjatë dhe të vështirë brenda. Kishte zbuluar se thjeshtësia nuk është varfëri, se toka nuk është kufizim, se njeriu që di të qëndrojë i qetë nën presion është njeriu më i fortë. Kishte zbuluar diçka tjetër, diçka personale dhe të çmuar, se sa mirë ishte të gaboheshe dhe të korrektoheshe, se sa i lirë të ndihesh kur pranon se ke qenë i gabuar dhe ndreq, se falja, jo vetëm e marrjes, por e dhënjes ndaj vetes, është akt lirie. Vjet pas viti, një gjë mbeti konstante. Mbrëmjet e dielës, kur puna ndalte dhe bota qetësohej. Sokoli dhe Loresa ngjiteshin te kodra, të shkëmbi i tyre. Ulnin, shikonin luginën, gjithmonë të njëjtën luginë, por gjithmonë ndryshe. Pran vera e gjelbër dhe lulëzuese, vera e ardhë dhe nxehtë, vjeshta me ngjyra flori dhe argjendi, dimri i bardhë dhe i qeshtur. Herë flinin,